Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Operatori i sistemit të transmetimit të tregut në Kosovë paralajmëroi reduktimin e energjisë në disa zona të vendit për shkak të rrezikut për stabilitetin e sistemit elektroenergjetik. Shkaku kryesor lidhet me nominimet e pamjaftueshme të energjisë elektrike për mbulimin e nevojave të konsumit më 13 dhe 14 janar, çka ka bërë që sistemi të operojë me jo balanca të mëdha dhe të vazhdueshme, të cilat në orë të caktuara kanë të kaluar mbi 200 MW. Pas rënies së bllokut A4 në fillim të vitit më 13 janar ka dalë nga funksioni dhe bloku B1 termocentralit Kosova B, duke reduktuar ndjeshëm kapacitetin prodhues të vendit. Si pasojë, korporata aktualisht po mbulon vetëm një pjesë të nevojave të konsumit, ndërsa rreth 50% e energjisë po sigurohet përmes importit. Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike, KESCO, paralajmëroi një situatë të vështirë në sistemin energjetik. Në njoftimin për media, KESCO deklaron se po përballet me rritje të ndjeshme të konsumit të energjisë, e cila aktualisht nuk mund të mbulohet plotësisht nga prodhimi vendor. Për shkak të kësaj, KESCO është detyruar të sigurojë rreth 50% të energjisë elektrike përmes importit në kushte të vështira të tregut rajonal dhe ndërkombëtar. Aktualisht kapacitetet ndërkufitare janë të kufizuara dhe kjo po krijon presion të madh në sigurimin e sasive të nevojshme, thuhet në njoftimin zyrtar. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryetari i Lidhjes Demokratike e Kosovës Lumir Abdigjikur kërkoi marrëveshje politike për 15 votat e kësaj force politike në zgjedhjen e presidentit. Pas takimit që mbajti me rrethin e ngushtë të kësaj partie, Abdigjiku deklaroi se nëse dikush dëshiron marrëveshje politike me LDK-n duhet të bisedojë për çështjen e presidentit. Ajo që ka themi vazhdimisht është se nëse dikush don marrëveshje politike me LDK-n duhet bisedojë edhe për çështjen e presidentit. Po nëse dikush mendon të imponojë kandidat dhe si duan votat e LDK-s, le të kenë fatin e botës, le ndoshta edhe zgjedhin presidentin dhe pa votat tona që i kemi, ne kemi 15 vota. Ai përsëriti që në krye të vendit duhet të ketë një figurë unifikuese. Nuk është goja e Kosovës kush cilin individ ku. Goja e Kosovës duhet të jetë kush është stabiliteti i domosdoshëm dhe kush i siguron të votat e ardhshme. Bashkimi Evropian kërkon riktimin e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. I dërguari i posaçëm për dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Kosovës, Peter Sorensen, pas takimeve me kreun e shtetit Vjosa Osmani dhe kryeministin Kurti, deklaroi se BE-ja vazhdon të punojë për çështjen e dialogut me shpresën që viti 2026 të sjellë atë që 2025 nuk arriti ta jap. To make sure that the two parties they sit and they talk. So we will have to find a way that we can have this happening. The High Representative visited both Belgrade and Pristina last year. There we had commitments that there will be a meeting when the time was right. She will call it, people who will come and then we'll see. Ajo që synojmë është që të dyja palët të ulen dhe të bisedojnë, duhet të gjejmë një mënyrë që kjo të ndodhë. Përfaqësuesi i lartë ka vizituar vendet vitin e kaluar dhe ka theksuar se do të ketë një takim kur koha të jetë e dur. Ajo do të thrasë takimin, palët do të marrin pjesë dhe më pas do të shohim se si do të ecet përpara, deklaroi Peter Sorensen. Ndalesa e tij e radhës është Beogradi. Raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian, Tonino Pikula, reagoi ndaj deklaratave të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, që tha se Serbia nuk dëshiron të takohet me përfaqësuesit delegacionit të Parlamentit Evropian sepse ata vinë në Beograd të paftuar. Pikula për televizionin Nova tha se nuk është e vërtetë që delegacioni i Parlamentit Evropian po vjen pa paralajmërim dhe se ambasada e Serbisë në Bruksel ishte informuar dhe se në program ka punuar delegacioni i Bashkimit Evropian në Beograd. Pse autoritetet zgjodhen këtë lloj bojkoti, do të thosha se ka të bëjë me shmangjen e përballjes së bisedës me ata që janë Chelsea për të vendosur hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian, tha raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian. Misioni i Parlamentit Evropian do të jetë në Beograd nga 22 deri në 24 janar, ndërsa Vučić do të qëndrojë në forumin ekonomik botror në Davos. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.